Departamenti i Informacionit në Koha Televizion. Paraqet. Shikues nderuar të Koha Televizion, jemi përsëri së bashku me një ditë të ftuar. Është këtë herë një koleg gazetar, por jo vetëm, dhe një shkrimtar i njohur tashmë, edhe pse në mënyrë modeste Leonard Veizi do ta refuzonte për arsye të modestisë që ka në karakterin e vet. Megjithatë, personalisht po dëshmoj edhe para jush, po dhe shumë prej jush të dashur shikuesi kanë pasur mundësi ta lexojnë veprën e tij. Jam i bindur që ai është një nga prozatorët, një nga tregimtarët më të mirë që kemi në plejadën e letësisë shqiptare të periudhës së fundit. Kështu që pa u zgjatur shumë dhe pa dashur të bëj elozhet e tepruara, unë do doja që për kënaqësinë tuaj në këtë minutazh që do të jemi së bashku, t'ia lija fjalën vet Leonardit të na flasi për karrierën e tij, për librat e tij, si filloi të shkruaj, çfarë lidhje ka gazetaria me shkrimtarin tek zoti Veizi dhe gjithçka tjetër që sigurisht ka të bëjë me të shkruarin në përgjithësi, që sigurisht si për gazetarët, si për shkrimtarët ka një lidhje të fortë. Kështu që fillimisht Leonard, falenderoj shumë që pranove të ishe pjesë e programit, edhe jam gjithashtu komod që përballë të kem një njerëz që di të shkruaj vërtet, se sot shumë shkruajnë, por pak din të shkruajnë. Por ju jeni nga ata autorë që të bëni për vete. Në fakt e fillova mirë. Shkrimtarët e mëdhenj kanë vdekur. Pjesa tjetër janë shkrimtarë modest. Mund të na tregoni se si ka filluar e shkruara e Leonard Veizit? Po të bëj retrospektivën e vetes dhe të datoj, i bjet kem qenë në klasë të 6 që duhet kem qenë 11 vjeç, 10-11 vjeç. Ku kam shkruar poezinë e parë, por nuk ka qenë kaq serioze për të mbushur një blok të tërë me poezi deri në 8 vjeçaren e atëhershme. Në vitin e parë të shkollës mesme e kam ndier që ç'është e vërteta, kisha një dhunti. Mendoj unë që duhet ma kishte dhënë ai sipër me fjalë. Dhe bëra një betim ndaj vetes. Do të thonë që kjo është puna jote e ardhshme, të qenit shkrimtar. Dhe që atëherë kam menduar çdo ditë vetëm për letërsinë. Të them kam shkruar çdo ditë, padyshim kam shkruar çdo ditë. Edhe gazetarinë me fjalë, nëse nuk kam shkruar letërsinë. Si ka ardhur, le të themi, profesioni i gazetarit dhe si ka lulëzuar profesioni i shkrimtarit? Ç'është e vërteta, duke qenë se unë isha shumë i lidhur me letërsinë, por për fat të keq, të mirë, është një pjesëtim shumëzim që nuk e bën dot asnjëherë, nuk është se mbarova deg gjuhëletërsia apo gazetaria që isha afër këtij profesioni. U lidha me gazetarinë duke qenë se mendoja që ishe më afër letërsisë. Gjithmonë kam shkruar një tekst të cilën kryeredaktorët e dikush më flas që datoi në vitin 91 me fjalë. E pëlqenin, nuk kishte refuzime, domethënë që ti nga çfarë shkolle vjen, nga çfarë arsimi vjen, domethënë në atë kohë kisha as gazetari, kështu që ishim rehat nga kjo anë. Edhe thjesht isha i pëlqyeshëm për mënyrën e të shkruarit. Unë qëndrova në gazetari dhe u bëra pjesë e gazetarisë, meqense mendoja gjithmonë dhe mendoj që është më afër letërsisë, shkruar për të shkruar. Qartë. Dhe ju na kthyet herët në kohë, në fillim të vitit 90, ka qenë kontakti i parë me gazetarinë. Kur keni shkruar për të parë cila gazetë, cila ka qenë kronologjia pastaj e zhvillimit të profesionit të gazetarit? Me sa dim keni pasur drejtimin e kësaj gazete, mund të na flisni pak në tërësi se si e keni gjetur veten? Padyshim. Në fillim të viteve 90-91 me fjalë, për shkak të një hapësire që më krijua, unë fillova si korrektor për disa muaj në gazetën e dikush me bashkimi që faktikisht kishte shumë autoritet në atë kohë. Vazhdo të kisha autoritet. Aty shkruajta të shkrimet e para. Nuk isha tip që donja të lundronja në pjesën e prapavijës. Donja të isha në pararoje, bëra një shkrim, ja çova sekretare e kolegjiumit, e cila e mirëpriti, ja kaloi kryeredaktorit, gjithashtu e mirëpriti, u botua.
Kaq duhesha për të hapur Oreksi. Fillova duke shkruar, më pas nuk kisha nevojë më të kërkoja punë si korrektor, sepse fillova domethënë duke më cilësuar pjesë, domethënë si njeri që mund të isha pjesë e gazetarisë. Kjo ishte domethënë si fillim. Flasim për 21 vite më parë. Pastaj kalova nga Gazeta Bashkimi, kam punuar dhe bashkëpunuar me shumë gazeta, në përgjithësi në atë kohë ishte Lurzoni gazetat e opozitës, RD, Alternativa, Sindikalisti, në të gjitha këto gazeta kam shkruar dhe kam shkrimet domethënë në arkivën time. Kjo me fjalë domethënë. Dhe në pozicionin drejtuese keni pasur disa gazeta. Shumë më vonë, në fakt në 97, nëntor të 97-s ka filluar punë si gazetar televiziv. Isha nga të parët në një televizion privat, Alba TV. Mos harrojmë ishte i pari televizion në Tiranë, privat në Shqipëri, në Tiranë, i licencuar, madje me një bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës. Pra kishte një licencë zyrtare, flas. Fillova si gazetar i parë atje. Shumë shpejt, domethënë për 2-3 muaj, sa që ishte stafet ishin të vogla, mora drejtimin isha kryeredaktori i lajmeve. Dhe mjafton të bëhesh një kryeredaktor se bëhesh edhe disa herë tjera pastaj. Patët pastaj dhe kalime tek gazetat e ndryshme. Në një moment të vështirë, masi u shkputa nga televizioni, në fakt unë jam gazetar i penës së shkruar, me fjalë, nuk është se jam gazetar tipik televiziv, pavarësisht se punova dhe bëra goxha punë edhe si gazetar televiziv, jo vetëm me pjesën e lajmeve, por edhe me pjesën e reportazheve dhe dokumentarëve, kishte hapësira në atë kohë, sa të doje, mund të bëj një qef. Në një moment të vështirë, domethënë ndjeva veten, thash, të kaloj në shtypin e shkruar, ndihem më komod, më i qetë, dhe dita për punën shumë herë më mirë se sa në televizion, pavarësisht se televizioni për shkak të industrisë që përmban në vetvete, më fjalë është shumë herë më komod. Dhe sigurisht në mënyrë paralele besoj edhe me gazetarinë filloi të zhvillojë dhe letërsia, dhe letërsinë ishte zhvilluar ndërkohë, s'kisha probleme me letërsinë. Po nga pikpamja e botimit të librave. Libri i parë është futur në shtyp, ose më saktë në shtëpinë botuese Toena, në diku nga fundi i 96-s dhe ka dalë nga fillimi i 97-s, në një kohë shumë të turbullt. Quhej Grahma e shpirtit mjekullt, një libër me 5 novela, që çuditërisht më sepse vërtet ishte kohë shumë e turbullt. Pra që kopja sa u botua edhe u shit, me fjalë, pati eculinë e nevojshme e fjalë për të më dhënë mua satisfaksionin që të them që të bëj edhe të dytën. Dhe pastaj kur erdhi libri i dytë? Një vit më vonë. Pastaj pata 7 vjet heshtje. Jo se nuk punoja, isha i përditshëm dhe rezultativ në punën time, por mendoja bëra 2 libra, ku do shkoj? A i kalojnë libri i parë pasardhës, domethënë të jetë më mirë se këta të dy, pra fillova të mendoja me matematikë, nuk mendoja më domethënë që të shkruaj dhe të botoj. Mendoja që ai që duhet jetë se s'bën më mirë se këta dy, të ketë më shumë, nuk e ndjenja, kisha lëkundje, probleme, domethënë të letërsisë në përgjithësi, mblidhnja dhe grumbulloja material, derisa në 95 domethënë botova librin tjetër me novela, Treni i fundit i metros. Në 2005. Dhe për asaj kohe, relativisht një herë në 2 vjet më kam patur një libër në tre. Bëjnë gjithsej sa libra? Me librin e fundit i cili del në datën ekuinoksin pranveror, që i bie 21 marsi, 7 libra. Nga cilat 3 romane dhe pjesa tjetër tregime dhe novela. Mirë, kjo ishte le të themi një prezantim dhe një njohje e përgjithshme për publikun për sa i përket karrierës tuaj, qoftë në pikpamjen e gazetarisë, pra publicistikës në tërësi, qoftë edhe si shkrimtar. Unë do doja që në këtë intervistë të sotme të ndalesh në disa problematika kryesisht të çështjeve të botimit, ku ju jeni edhe shumë aktiv. Mund të na tregoni se cilat janë disa nga vështirësitë që ka sot një shkrimtar, si njëri që do të veprojë në treg për të përshtatur me të? Unë them se mbas 20 vitesh, domethënë luhatjesh, tregu shqiptar është pak a shumë i librit edhe i botimeve, është i unifikuar me pjesën tjetër të botës, të Europës, po marrim. Pra, nëse je shkrimtar i mirë, vetë shtëpia botuese
të boton sepse e shikojnë ka interesin e vet që thotë ky shkrimtar do shitet kaq mi kopje, do ketë kaq para ky, kaq unë dhe ndahet. Dhe po ashtu si në pjesën tjetër të botës, flas edhe në Francë, ka shkrimtar mediokër përgjithsisht, të cilët paguajnë X para dhe botojnë libra e tyre. Nuk e botojnë në 10.000 kopje, botojnë 500 kopje që quhen të botuar. Këtu jemi edhe ne, nuk mund të them se ka handikape kaq të mëdha me fjalë, domethënë. Ti je i bindur që disa shtëpi botuese shumë të unifikuara dhe shumë të konsoliduara, nëse e shikojnë që ky shkrimtar është rezultativ me fjalë edhe në treg, ta marrin përsipër, nuk ka asnjë lloj pengese, të vënë redaktorin në dispozicion të gjitha mjetet e duhura del në dritë. Nëse je mediokër e poshtë, bën ball vetes me fjalë. Përflitet Leonard që për hir të së vërtetës nga pikpamja e publicitetit apo ndoshta edhe e shitjeve, në pjesën e marketingut të librit, korin sukses edhe këta që mund të quhen mediokër. Edhe çdo lloj mediokri ka 10 shok edhe 100 të tjerë, domethënë që i bashkëngjiten me fjalë dhe e marrin veprën e tij. Mos bëjmë domethënë që Shakespeare-in kohën e tij mbas se s'kishte kaq sukses, u bëm i shumë më herë me sukses mbas i vdiq, Balzacu gjithashtu edhe shumë shkrimtarë të tjerë. Kjo do të thotë domethënë që ajo që është e shkruar e mirë mbetet. Ajo që është e shkruar mediokër dhe ke edhe publicitet nga mbrapa apo çfarë ke me fjalë, domethënë armë të tjera të industrisë së rënd për një kohë caktuar ecën me fjalë, po do të thotë që të ngelesh. Si mendoni nga pikpamja sasiore por dhe cilësore, kush le të themi dominojnë sot, librat cilësor apo ata mediokër në Shqipëri? Jo, unë them se ka filluar prej disa vitesh, them se librat cilësorë domethënë janë në modë. Nuk është më se pjesa mediokre me fjalë për mua nuk është aktive në Shqipëri. Flas gjithmonë për tek në shqiptarët të cilën e njoh mirë. Ata libra që kanë patur sukses, them se kanë patur edhe cilësinë në. Ndërkohë, me që jemi në këtë kuadër të suksesit të librit, të paktën personalisht, por besoj dhe shumë nga ata që njohin shkrimtar të njohur, që janë me emër, pa përmendur emra, se s'është ndoshta komode që në ekran para teleshikuesve të flasësh me shifra dhe me fakte, ka shkrimtar të njohur që ankohen për tregun e librit. Pra, ankohen që nuk blihen librat e tyre. Dhe flasin ndoshta me numra që ne mund të na duket një autor shumë i njohur, shumë cilësor që mund të shihet shumë herë më pak se sa një libër rishtas që i bëhet shumë publicitet dhe mbrin në duart e lexuesit. Është saktë vëzhgimi juaj për gazetarin, sepse faktikisht, nëse publiciteti është shumë i madh, më shumë se sa jo se sa e meriton libri, se mund ta meritojë shumë, po për shkak që domethënë personi në fjalë ka X, domethënë është person publik për shkaqe të caktuara dhe ka mundësi të bëjë publicitet, natyrisht do të marrin kthes edhe një libri tjetër të mirë me fjalë që është po në rang me të, por nuk ka mundësinë për ta bërë një gjë të tillë. Nëse timtamet e televizioneve rrahin çdo ditë me fjalë ky libër bliheni se ky është madhështor, gjithkush do verë do thotë 10.000 lekë tim të fundit që kisha me fjalë, domethënë do blek të libër, nuk po e mbyll darkën për sot me fjalë, po blek të dhe përgjithësi domethënë kështu është edhe në botë. Sigurisht në morinë e botuesve, autorëve të shumë që kanë ardhur sidomos në këto 20 vitet e fundit, ka dhe emra që le të themi spikatin, po ka dhe emra të panjohur që kanë cilësi dhe nuk janë shumë të dukshëm. Ku do t'ja vendosni gishtin në rastin konkret për këta zëra të mekur ose të braktisur, të cilët kanë botime cilësore? Po ju e thatë edhe që parë, po të vësh gishtin treve, 43 të tjerë do t'ju ngelet hatri dhe që të nesën do fillojnë nga mesazhet do thonë që si s'më përmendë mua, po përmendë ata. Po i lëm me emrat e përveçshëm. Edhe po ndalemi vetëm këtu, nëse këta kanë një vlerë, e shikojnë, kanë mundësi domethënë që të tjerë të thonë që ti ke vlera, le të hidhen dhe ta mundsojnë veten, sepse kjo është treg në një farë mënyrë i përbindshëm, kaotik,
Nuk është se të fal njëri me fjalë, po të hapun terrenin ty që të bësh ti qef, do ecësh vetë përpara, të gjejnë mundësitë dhe rrugët, domethënë të publikojnë letërsinë e tyre të mirë. Në mos po do na mbysi mediokriteti. Ndërkohë që shihet e lexuesit janë ndonjëherë të çuditshme dhe rezulton që shumë vepra që shiten në Shqipëri janë të autorëve të huaj. Autorët e huaj, po të marrim me matematikë tash i bie që bota është rreth 7 miliard banor dhe ne jemi 3 milion. Ata që na vinë nga jashtë, domethënë si shkrimtarë janë shumë herë më tepër. Në përgjithësi, po shikoni është letërsia amerikane që po dominon, nuk i vë faj. Faktikisht, prurjet e viteve të fundit janë shumë të mira. Nuk mund të them domethënë që ky autor është shumë herë më i dobët se një autor shqiptar. Jemi përballë, domethënë në tregun e librit në fundit në atë stendën kur bëhet panajiri i librit, është Leonard Vezi, është Khaled Hossein ngjitur, jemi do dy, vën mblen Khaled Hosseinin, është tjetër gjë, është Orhan Pambuku që është nobelist, jam dhe unë aty, është ndodhem dhe unë sepse më ka botuar e njëjta shtëpi votuese, vlerat vlerat i bën edhe në përgjithësi domethënë duhet edhe një kritikë e mirë që përgjithsisht domethënë lëvrohet nuk lëvrohet në Shqipëri është tjetër gjë me fjalë, por që kritika është ajo që ti jep shtys, nuk ta jep asnjëherë gazetari i cili bën vetëm lajmin. Kjo është lajm, doli një libër i ri, publikohet, kritika është ajo që merret me pjesën thelbësore të librit. Ju mendoni që nuk kritikohet, nuk lëvrohet kritika apo mungojnë kritikët? Nuk mungojnë kritikët, lëvrohet kritika, por është e pakët, sepse nuk ka leverdi apo është e papaguar mbi të gjitha. Unë jam gazetar njësoj si ju, e di mirë se si funksionon. Çoj një shkrim kritik në një gazetë, mirupafshim, nuk ta botojnë që të nesër me fjalë ke dal jashtë. Nuk ta domethënë një kritik për të bërë një kritik në një vepër letare i duhet 10 ditë ta lexojë, 10 ditë ta studiojë, domethënë i duhet çfarë të them unë, 20 ditë një muaj punë që të bëj një vepër, se tash vepra nuk lexohet sot edhe të nesër ke bërë shkrimin dhe pastaj e botove dhe morë 20.000 lekë po themi të vjetra. Pra ka një kosto. Duke qenë se asnjë botues nuk ka ndërmend të përballojë një kosto të tillë, është e papaguar, vetë kritiku thotë pse duhet punoj unë në mënyrë të papaguar. Dhe ngelet vetëm rastin kështu. Unë të kam mik ty po të bëj një shkrim, ti më ke mik mua më bëj një shkrim dhe ngelet në kuadrin, domethënë, jo të kritikës mirëfillt. Të kritikët e mirëfillt dihet se cilët janë. Qartë. Në fakt do doja që të ndaleshim edhe një çështje tjetër, për sa i përket një aspekti që sot shikohet me jo pak dhe objektivitet dhe me subjektivitet. Bëhet fjalë për problematikën e të lexuarit. Nuk po flas vetëm për moshat e reja, por për gjitha moshat, duke sikur janë, nuk po them as braktisur, po janë larguar disi nga libri. Si mendoni, çfarë e motivon këtë lexues dikur shumë të rregullt pas librit që të largohet prej tij? Atëherë po ti rikthehem edhe vetes, zakonisht ose më saktë u motivova të lexonja kur e shikoja që mbaronte programi i televizionit tonë 10 në vitet 80. Nuk isha çfarë bëja më, do lexoja. Prandaj krijuam një lexues të rregullt për shkak të mungesave. Sot ke televizione sa duash, internet pafund, mundësi argëtimi ose jo argëtimi, po gjetje me çfarë të zihesh në punë, me fjalë, sa të duash me fjalë, nuk e më mangësira. Atëherë duhet se s'bën të ketë letërsi e mirë që të shkojë te lexuesi. Dhe në parantez, letërsia e mirë ka shkuar gjithmonë te lexuesi. Unë them, ne kemi pak a shumë, ndoshta më pak me fjalë, po nuk them se është shumë pak. Nuk është thënë se kemi humbur kaq lexues, kaq shumë lexues sa për të vënë alarmin. Kemi të lexues si në vitet 80 dhe në vitet 2010. Sepse ordrokoj ke panajirin e librit, botuesit dalin me mira tituj ndoshta në vit, të gjithë janë të kënaqur, të gjithë mbijetojnë, pa ky libër shitet, ku shitet? Shqipëri shitet. Nuk ka më 20 tituj si dikur, ku vinin blini nga 10.000 kopje, ka 1.000-1.200 tituj, cilët nga shiten nga 100 kopje dhe si rezultante bëjnë po të njëjtën shifër të viteve 80. Nuk ka humbur lexuesi në Shqipëri. Unë këtë parim jam. Ju mendonin që lexues ka
Lexues ka, duhet t'japash letërsinë që duhet, atë e ke pas dera. Qartë. Përsa i përket, megjithëse kjo nuk është posaçërisht fusha juaj, por ju jeni marrë në një farë mënyrë edhe me çështjen e marketingut për të shpërndarjes së librit. Mendoni që po operohet mirë nga shtëpitë botuese apo ka disa mangësi, për cilët ankohen autorët në lidhje me shpërndarjen e librit? Atëherë, edhe kjo me këtë ka pjesën e sekretit vet. Ja një pjesë shtëpish botuese të cilat janë shumë të konsoliduara, të cilët e marrin marketingun vet dhe e bëjnë të gjithën vet dhe nuk kanë nevojë pas lloj ndërhyrje. Ndërkohë që ka një pjesë shtëpisë tjera botuese të cilët thonë nuk na ecën, nuk na i marrin autorin shqiptar, po e duan autorin shqiptar ose duan autorin shqiptar. Të njëjtat shtëpi botuese janë, të njëjtat, do të thonë, mundësira janë në treg, njëri t'ia merr, tjetri s'ia merr. Kjo më shumë ka të bëjë me stilin e çdo lloj shtëpie botuese dhe sa në përgjithësi domethënë e shikoj që vetë shtëpi botuese thonë një pjesët, mos i marrim gjitha, që thonë e kemi më të lehtë të botojmë disa bestseller amerikanë të cilët në një farë mënyrë e kanë tregun dhe e dinë që do fitojnë kaq x lek për të mbijetuar, se ta të marrin rrezikun e një autori shqiptar i cili shitet, ka triumfin e duar se ka, si futet me aty pazarit dhe e lëm në mes të rrugës. Këtë do të thashë. Qartë. Me që jemi drejt minutave të fundit të intervistës, do doja që të zbulonit disa nga planet tuaja për të ardhmen. Keni menduar që të vini në jetë disa, kam përshtypjen që keni dhe dorëshkrime të pabotuar ende. Keni ndërmend të botoni përpos librit që ju do të sillni shumë shpejt dhe të tjerë libra? Në synopsus edhe tregimet të zgjatura që unë dua ti rikrijoj në kompjuterin tim, se s'ka nevojë për të patur sot arkiv me letra, kam pafund sa të duash. Se çfarë sjell koha është tjetër gjë, domethënë momentalisht nuk kam asnjë plan të mirëfill, domethënë që të them që e kam. Po merrem me librin e fundit, me kaq. Kryesisht vetëm prozë, domethënë nuk merreni fare me poezi. Prozë fiction. Deri tash edhe nuk kam ndërmend një herë për një herë ta ndroj këtë dorë dhe të merrem me letërsi dokumentare, sepse ndjej vetëm shumë qetë dhe shumë mirë në fictionin tim. Bëj letërsinë time dhe nuk kam ndërmend të unë jam gazetar, domethënë që jam marrë gjatë edhe me dosierin. Mund të bëj libër 50 libra mund të bëj me fjalë me dëshmi pafund me fjalë oficerësh madhor dhe ish ministrash të kohës Hoxhës, nuk më intereson. Pra ju qëndroni gjithmonë te gjinia juaj, te profili juaj dhe do të vazhdoni ta ushtroni. Kam kostumin e shkrimtarit fiction, për aq sa e kam me fjalë. Nuk kam ndërmend, domethënë pjesa tjetër është punë e paguar, e cila domethënë ka vazhdimsinë e vet, por nuk është se më jep mua satisfaksion. Nuk e di nëse keni ndonjë gjë për të shtuar, diçka se besoj unë thjesht jam shumë i kënaqur dhe i nderuar që isha në këtë studio me ju në këtë televizion. Faleminderit zoti Reizi dhe ju uroj dhe në emër të teleshikuesve jo vetëm sukses, por mbi të gjitha prodhimtari cilësore sigurisht, pse jo dhe sasiore, sa më shumë libra të kemi, aq më mirë është nga një autor si ju. Dhe do doja që teleshikuesit tanë, dhe kjo nuk është as pak në formën e reklamës, por në pjesën e dashamirësisë, ta njohin Leonard Veizin sidomos nëpërmjet veprave të tij. Sepse ato janë realisht pjesë e krijimtarisë që kam përshtypjen që nuk ka për të humbur asnjëherë. Përkundazi do të vlerësohet edhe me kalimin e kohës. Turoj shumë suksese dhe shpresojmë të jemi prapë në studio së bashku në çfarë do lloj niveli bisede, por mbi të gjitha me këtë modesti dhe respekt ka shi teleshikuesve tanë. Ju falenderoj juve. Inshallah zë vendim Balzakut me fjalë shkojmë aty me fjalë dy bashkë. Shumë faleminderit. Të dashur teleshikues, kemi ardhur kështu drejt fundit të kësaj interviste, një bisedë njohëse me shkrimtarin e ftuar në emision për sot, por dhe disa pikpyetje të rëndësishme rreth botimit të librave, rreth çështjeve të ndryshme të gazetarisë, si ndërthuret ajo me shkrimtarin e kështu me radhë. Mos harroni në biblioteka të ndryshme kur të shkoni për të gjetur libra, nëse do të shikoni emrin e Leonard Veizit, unë nuk do të thoja asnjë fjalë më shumë se sa mos e refuzoni, por merrni librin, përpiquni ta lexoni sepse do të zbuloni vërtet një shkrimtar shumë të mirë. Ju uroj dhe ju shikim të këndshëm të programeve në vazhdim dhe bashkë mirupafshim.